Tringa Ibrahimi është një shembull frymëzues i suksesit shqiptar në fushën e teknologjisë. E lindur në Prizren, e rritur në Prishtinë, ajo nisi si një vajzë me një pasion për sportin, muzikën, pa shumë njohuri për kompjutra, por gjithçka ndryshoi kur filloi shkollën në British School of Kosova, ku njoh me programin dhe robotikën. Kurreshtja u kthye në pasion dhe ajo nisi të ndjek kurset teknologjie që hapën rrugën drejt një bote të re krijimtarie dhe inovacioni. Tringa studion inxhinieri biomjekësore në Georgia Institute of Technology, një nga universitetet më të njohura në Shtetet Bashkuara. Ajo tregon se dëshira për studiuar në Amerikë erdhi nga mundësitë e shumta që ofrojnë universitetet amerikane dhe nga dëshira për të rritur në një ambient të ri. Gjatë rrugtimit ajo u angazhua në shumë aktivitete jashtëshkollore, themeloi klube, startupe dhe punoi në kompani programimi. Identiteti shqiptar mbetet pjesë qendrore e personalitetit të saj. Tringa e përmend me kënaqësi Kosovën dhe Shqipërinë në çdo vend që shkon, duke u bërë një zë përfaqësues i vajzave shqiptare në teknologji. Suksesi i saj më i fundit është fitimi i çmimit Women in Tech Europe, ku ajo përfaqësoi Kosovën dhe u shpall fituese për gjithë Evropën. Përfaqësosh jo vetëm Kosovën, por tërë kontinentin në një skenë globale është një nder jashtëzakonshëm, thot ajo, një dëshmi e përkushtimit talentit të krenarisë shqiptare që shoqëron në çdo hap.